Plus, mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në vizionin e Bazites, jemi në transmetim të drejt për drejt. Faleminderit që jeni para ekranit të Vizion Plus për qëndruar së bashku deri në orën 18:50 e për të folur sigurisht për një nga netët më emocionuese për të gjithë shqiptarët, siç është edhe pjesëmarrja e Shkodra Elektronike me këngën Zjerm në Eurovision. Një natë emocionuese patjetër që na ka bërë gjithë të jemi shumë krenar edhe pasi siguruam finale. Nuk ishte si ndodhte ndryshe, ishte një performancë e jashtëzakonshme që ne në fakt edhe kishim paramenduar, ndoshta për herë të parë pas shumë pjesëmarrjeve që kemi patur në Eurovision, ishim të gjithë shqiptarët bashkë një mendje për të thënë që ishte një nga këngët më të mira që mund na përfaqësonte në këtë skenë të madhe ku edhe konkurrojnë shumë vende të Europës e jo vetëm. Sigurisht që ne kemi marrë atë krenarinë që në momentet e para që Eurovision publikoi edhe këngën tonë, që edhe ishte një ndër më të klikuarat. Ne kemi përgatitur një material për atë që ka qenë edhe rrugëtimi Shkodra Elektronike deri mbrëmjen e kaluar dhe vetëm pas pak do të kemi të ftuarit tanë në studio. Me sigur në fakt që shqiptarët i kanë pritshmëritë e mëdha, po çfarë thonë mjeshtrët e punës? Zot me ne është Zhani Ciko, mjeshtër i madh. Falenderoj shumë që je këtu, profesor. Kënaqësi gjithmonë të të kem në studio. Mirë se vjen. Ramona Tullumani, soprano, mirë se vjen. Është kënaqësi të të kem. Kënaqësi edhe për mua. Sokol Marsi, kompozitor, mirë se vjen. Kënaqësi të të kem në vizionin e Bazites gjithmonë. Erion Korini, këngëtar, mirë se vjen. Erion. Faleminderit për ftesën, faleminderit që më bën pjesë të paneleve tua. Flasim për një temë në fakt që më besoj që të gjithëve distina emocionon na bën krenar, sidomos kur e kemi siguruar tashmë atë finalen e madhe. Unë do të përshëndes edhe dy miqtë që do na bashkojnë nëpërmjet një lidhje Skype, shkrimtari Ylliet Aliçka, mirë se vjen, falenderoj që je me ne. Faleminderit, ju përshëndetje. Njëkohësisht edhe gazetaren Albina Zeneli, e cila na bashkohet nga Kosova, mirë se vjen Albina, faleminderit. Kënaqësi që jemi bashkë në rrethana të tjera këtë farë, po jam në terren dhe s'kisha mundësi tjetër. Unë falenderoj shumë, besoj që komentet i ke parë gjatë këtyre orëve, kanë qenë komente pozitive si në Shqipëri, si në Kosovë, po na jep një përshtypje të parë, Albina, që ke patur ti me njerë sapo edhe siguruan finalen, por edhe për rrugëtimin në fakt që Shkodra Elektronike ka patur për gjatë këtyre ditëve. Si fillim përshëndetje për gjithë pranishmet, që ka një panel goxha i mirë, po ka qenë mendoj një përfaqësim dinjitoz, një paraqitje shumë e mirë si veshja, si vokali, si gjithçka tjetër, koordinimi mes dy këngëtarëve, Kolën dhe Beatrice, mendoj që do arrin të paktën ndoshta jo Sarona në Shlio, ka modesti për them, po të paktën aty fare, në top 10 mendoj edhe besoj me zemër që po. Tani me Ronën jemi krenuar se na ka çuar në mos gaboj në vendin e 5, apo në të katë, në vendin e 5. Mirë, do duhet të shohim nëse do të shkojmë më tej, se ne pretendojmë fitoren me Shkodra Elektronike, por nuk e di se sa kjo do të jetë e vërtet. Çfarë ka bërë më shumë përshtypje Albin, qoftë edhe nga komentet që vijnë nga Kosova? Komentet përveç atë ngjyrës së famshme ku që zeqa akoma edhe sot asaj dite tani pse ne kemi flamurin ton, vazhdoj me mbajt si një simbolik që pa modesti për them krejt Kosova është me ju në këto momente. Kemi bo apel krejt kohën, sidomos po flas në aspektin mediatik, që në bashkëdhetarët që janë nga Kosova jetojnë në Gjermani, në Zvicër, kudo ku flitet shqip me votu. Një herë e di që familjarët e mi mbrëm ka qenë kështu me gjëra, edhe mendoj që po është prit me shumë mirësjellje dhe sigurisht që na jemi një edhe derisa të kemi ndoshta një përfaqësues tonin këtë rast, sigurisht që duhet me vazhdu edhe me përkrah. Ka qenë një ndër thash përfaqësimet më dinjitoze që edhe vesha i ka pas hija. Do të thonë edhe qëndrimi në skenë. Jam friksuar në disa momente sa i përket pjesës së disa pjesëve në vokal në fakt, po ja doli goxha mirë. Ja doli edhe në fakt duke sigur e zotëron të gjithë skenën, edhe kishte marrë atë që i duhej. Sikur kishte goxha përvojë në festivale, në ndërkohë hera parë, tur për mua ndoshta që 10 vjet në showbiz, po nuk isha dëgjuar Brikena që ekziston një grup kaq i mirë. Unë falenderoj shumë Albin që na u bashkove në këtë komunikim të drejtë për drejtë, duke qenë se je në orar të punë, nuk po të mbaj më gjatë. Unë po e vazhdoj, faleminderit shumë. Po ju shikojnë. Unë po e vazhdoj bisedën pikërisht aty ku Albina na çoi pak më parë edhe me atë krahasimin që bëri me Ronën, se në fakt ka patur shumë krahasime të tilla, duke qenë se ne me performancën e Ronës vazhdojmë edhe të krenohemi ende sot kësaj dite. Vërtet mendoni që Shkodra Elektronike disi nuk do e kaloj dot Ronën, si është përshtypja juaj e parë? Apo mund të jemi më mirë këtë vit? Unë mendoj që nuk duhet të merremi shumë me këtë aspektin, 1 metër më lart, 1 metër më poshtë.
mos merremi me këtë, të merremi me atë çfarë përfaqësoi Shqipëria, si qëndron në raport me muzikën shqiptare, me zhvillimin muzikor tonin të kësaj gjinie ku jemi, dhe pse këtë vit ne paraqitemi në mënyrë më dinjitoze. Mendoj se janë disa pyetje që në takon, pa marrë përsipër se do gjejmë atë pikën më të vërtet, po me që jemi këtu të bëjmë një bisedë miqësore. Mirë, nisim pak nga fillimi. Shumë momentin e parë që u paraqit Shkodra elektronike në skenën e festivalit. Cila ishte përshtypja që patët? Shiko, festivali, kjo këngë është e mirë, sepse dhe festivali vjet ishte serioz dhe shumë i mirë i radio televizionit. Nuk ishte një festival, dhe më thënë, i jashtëm, që bazohesh tek batutat e ndryshme, kryesisht tek puna e konferencierëve, ku diun sa gjëra ishin gjërat me masë. Dhe edhe juria me të drejtë, po thuajse unanimisht, me përjashtim të disave që gabuan në gjykim, duket se ti Ramona ke qenë atë jurie, vendosi këtë këngë. Edhe Julieti, gjithë. Ora dëgjoj. Po, eksakt. Kjo këngë e cila solli një këngë të natyrshme, një këngë serioze, si që duhet në këto raste, por edhe me një përirje të ndërtimit të linjës kryesore të këngës që është linja vokale, e melodisë saj të përthyer mjaft moderne. Moderne nuk kishte ato shtampat apo Sokol, ato shtampat e zakonshme të ndërtimit festivalit, ose një kërkim të jashtëm. Është një këngë organike. Shkon, procedon, e ka sheqerin me mas, nuk është as shumë e ëmbël, po as fare e idhur, kështu që edhe kjo është një gjë e tillë. Mendoj se është një diçka edhe të tjerët mund të thonë. Profesor Ylleti i ka dhënë pikët maksimale në fakt, teksa ishte antar i jurisë. Çfarë do të rrohesh profesor ty që ja dhe atë gjykimin tënd maksimalisht Shkodrës elektronike në këtë festival? Unë nuk do flas si profesionist si profesor Zhani, se nuk jam i fushës. Unë më tepër unë mbështetem edhe sot kur dëgjoj një këngë, se çfarë emocioni spontanisht më ngjall tek mua si individ, dhe ndoshta infarisike ose intuite ose e imja më pëlqeu, për shihen time më pëlqeu që kur e dëgjova, dhe për mua bëri diferencë në festivalin e muzikës, e cila për i vërtetës kishte prurje goxha cilësore, po bënte diferencë kjo këngë. Ishte diçka jashtë të themi rutinës së muzikës në përgjithësi që kam dëgjuar. Mu dha rasti që vërtet edhe unë edhe disa kolegë aty që keni ftuar këmbgulëm, se edhe shpesh ka debate në për jurira, po këmbgulëm edhe koha por tregon që pas kemi pasur të drejtë, se na vjen shumë mirë që jo vetëm si shqiptar, që Shqipëria përfaqësohet në një eveniment kaq të rëndësishëm, dhe me këtë rast është një parantezë. Muzika ose muzika, sporti po bëhen si instrumente të fuqishëm të imazhit të vendeve. Pra kanë një efekt si futbolli, si muzika, si kinemaja, janë instrumente, platforma kulturore të cilat janë më të privilegjuara për krijimin e imazhit të vendit, dhe vërtet vëmendja ndaj Shqipërisë është një rast i mirë për të kthyer vëmendjen ndaj Shqipërisë dhe ndaj vlerave të saj. Më pëlqeu kënga, thash edhe një herë, kam nga çfarë emocioni më ngjalli, se sa të bëj dot një analizë profesioniste, se nuk jam i fushës. Në fakt, Ramona nuk i ka dhënë pikët maksimale, ndoshta edhe sepse ishte pak skeptike Ramon, për këtë që ndoshta profesor Ylleti na thotë që vinte ndryshe, ishte diçka e re për skenën e festivalit. Ishte kjo që të bëri disi të ishte ndryshuese? Ne në fakt kishim debat të gjithë antarët e jurisë, e mbajmë shumë mirë, por ishim shumë konfuz ndërmjet dy këngëve. Elvanës dhe Shkodra elektronike, dhe kjo ishte problemi që unë e thash edhe atëherë, që duhet ne bëjmë festival duke menduar për Eurovisionin, dhe kjo është gabim. Ne duhet bëjmë festival për të menduar për këngën për ne, dhe për Eurovision është diçka tjetër. Këtu tashti, në këto raste, kur je antar jurie, ngatrohet historia, konfuzohesh, edhe të gjithë kishim të debatin që performanca e Elvanës ishte përshtatshme
për të menduar për Eurovisionin si performancë. Kjo ishte diçka shumë tradicionale, shumë e jona, dhe kishim shumë frikë. Ne na pëlqen të jashmase, të gjithë antarëve të jurisë. Domethënë ishim të gjithë pro, shumë pro këngës Zjerm. Ky ishte i vetmi problem, që se si do prite ajo në Eurovision. Dhe këtu edhe unë edhe kompozitori Boshnjaku, kemi qenë të dy, të cilët ishim shumë me dilemën. Dhe në fund pastaj të dy votuan për, mbajmë shumë mirë, për Elvanën, dhe Zjerm e vum të dytën. Vetëm duke menduar këtë performancën, e cila vinte me kosto shumë magjike, po ta shikoje në live, që ishte Elvana. Po, edhe u çua komplet sa në këmbën, në momentin që ishte performanca e Zjerm. Ndërkohë, kjo ishte vetmi, domethënë ky është i vetmi problem. Dhe gjithmonë kur janë antar jurie, këtu futesh në dilemë. Ke patur në një pendes tani pasi ke parë gjitha reagimet, ndoshta do duhet kishe... Jo, nuk kam asnjë pendes, sepse unë jam një këngëtare opere. Edhe pse ne jemi në pikën që tashmë e kemi në Eurovision. Jo, asnjë, jam dhe vazhdoj të mendoj po të njëjtën gjë. Domethënë mua kënga më pëlqen jashmase, por kam gjithmonë atë që është shumë tradicionale dhe kjo ne her pas here edhe na ka penguar në Eurovision. Siç tham, kemi shkuar me daulle, kemi shkuar me këto elemente tradicionale. Elementet që gjithmonë pasqyrojnë këtë faktin e një vendi që është shumë i vogël. Duke qenë aq i vogël, gjithmonë mbahesh aty tek e jotja, sepse ndryshe ke frikë. Ke frikë se gabon, ke frikë se tepron, kurse vendet e tjera pastaj janë të lirshëm, mund të shikojnë e pat mbrëm që kishin gjëra të çuditshme, që këtu për ne për shkakun mund të dukeshin një çik të tepruara, por vendet janë shumë më të zhvilluara, kanë idera të cilat ty as të shkojnë ndërmend. Do të thënë është një festival i cili kalon ka përcen ca nivele të jashtëzakonshme. Sokol, që mendim kishe ti në momentin e parë që e dëgjove Zjerm? Unë kam përshtypjen që të gjithë në një farë forme edhe na ka habitur pakës, ishte një stil që nuk ishim mësuar, që tashim siç e thash edhe niset të kësaj bisede. E patë edhe tjetër ndjesin që po vinte një risi dhe me atë skepticizmin tënd po ashtu se si do t'i përshtate një skenet madhe siç ishte Eurovisioni, se Ramona me të drejtë thotë ne mendojmë kur përzgjedhin fituesin e festivalit, mendojmë Eurovisionin me të drejtë. Shiko, unë mendoj këtë që e para një që ishte një stil që nuk po them fare, por rrallë është përshkruar në festivalin tonë. Ishte një elektropop, po them, në stilin muzikor, i pastër, ku ndërthureshin element të popit, të muzikës elektronike, sigurisht edhe të folku tonë. Por, dua të veçoj që folku jonë ishte mshefur, po e quaj, në thonjë za kaq bukur në këtë këngë, në orkestracion, në krimtari, dhe vinte shumë i veshur bukur, si me thënë, sepse përmendi Ramona dhe ndoshta edhe publiku në disa raste që ne kemi shkuar me daulle, me gajde, me gjëra tjera. Okej, ato janë element që prap folku joni i përmban dhe nuk duhet që ti mohojmë sepse janë tona të fundit. Ka shkuar dhe Ukraina me lodra dhe me gjëra. Dhe s'kemi pse të jemi në inferior karshi kësaj. Por duhet që neve duhet jemi, si me thënë, duhet jemi koshient që të jemi konkurrues në këtë festival dhe që të jemi konkurrues duhet shkojmë, si me thënë, edhe me pjesën e trendit të muzikës tonë. Ku shkon muzika jonë? Ku është muzika shqiptare, muzika e lehtë shqiptare? Në çfarë kategorie është sot? Dhe në këtë rast unë mendoj që Shkodra Elektronik, domethënë ata e kanë shkruar në titull, e kanë në vullën e vetë, në staturën e vetë, Shkodra Elektronik, dhe është një gjë shumë e bukur që ka ndodhur si vjet. Dua ta përkrah atë fjalën që tha maestro që festivali si vjet ka qenë një festival shumë i suksesshëm, edhe për mendimin tim e kam ndjekur dhe ishte nga festivalet e rrallë, ka fazë festivalet janë shumë bukura, por ky ishte një festival që vërtet materialet ishin shumë bukura, ishin trajtuar bukur, interpretuar bukur. Kështu që edhe Shkodra Elektronik bëri diferencën, por nuk duhet të harrojmë që ka pasur një impakt shumë madh edhe në publik, ka pasur një impakt shumë madh në media flas për brenda Shqipërisë. Dhe kjo është shumë e veçantë sepse zakonisht ndodh që mund të ketë një interes, një interpret, mund të ketë interes kënga në këtë rast apo. Po shpeshherë edhe ne shqiptarët jemi ndarë mes nesh, nëse ishte e dur apo jo, po kjo duket sikur na ka bashkë media. Në këtë rast media, publik, artist, koleg ishin të gjithë unison që kjo vërtet ishte një këngë që kur i themi ne e kishte me të vërtet fitoren, e meritoi fitoren dhe urdhro rezultati është ky. Do të thënë që ata mbrëm sigurisht kanë bërë një performancë, nuk mund të them, por një performancë shumë bukur, dinjitoze, dhe mendoj që kështu do të vazhdojnë edhe në vazhdim dhe ne duhet jemi krenarë, si me thënë në kuptimin e kësaj, ose të kënaqur, po them jo krenar, që neve arritëm në finale, sepse në fundit Shqipëria, me kaq vend i vogël sa jemi, me kaq banor sa jemi, me kaq art sa kemi, ne përfaqësohemi, jemi një vend i vogël, të cilët dërgojmë artin tonë, dërgojmë artistët tanë aty dhe ata befas bëjnë të mëdhenj, befas na bëjnë të mëdhenj me atë që ata përhapin në të gjithë refleksin dhe në gjithë
t'i japim Shqipërisë me artistët tanë. Sigurisht që kjo është një vlerë që neve kemi në artë, e kemi edhe në sport, duam apo s'duam, të dyja shkojnë paralel dhe neve na përfaqësojnë, kemi një pasaport shumë mirë të kulturës dhe të sportit bashkë. Erion, ndan njëtin mendim të ka pëlqyer me njëherë kënga, apo ke qenë edhe ti? Të nderuarit parafolës ishin shterus në do që thanë, lanë shumë pak gjëra për t'i thënë unë, po gjithsesi do ta them mendimin tim. Siç e di, unë kam një emision në herë në mëngjes në Radio Tirana dhe në një farë mënyrë në thonjza të detyruar ne e transmetojmë, po e transmetojmë me shumë kënaqësi këngën fituese të festivalit gjithmonë në emisionet tona. Dhe unë e njoh tashmë shumë mirë atë këngë, sepse dëgjoj me kufje, e përjetoj si emocion çdo mëngjes, përpiqem të komentoj diçka brenda këngës, ashtu siç unë e përjetoj për dëgjuesit e Radio Tiranës. Dhe dua të them që është një këngë e cila më ka bërë shumë përshtypje herën e parë kur e dëgjova. Dhe doja të jepja një duartëkitje të fortë atyre që punuan për të këngë, sepse është guxim i madh të vish me diçka e cila nuk ishte njohur më përpara për skenën e festivalit, por edhe për tregun muzikor shqiptar. Pjesa tjetër që më bëri përshtypje është që një grup që nuk ishte shumë i njohur në Shqipëri, nuk kishte mbështetje në publik, u vlerësua me njëherë për atë që solli si produkt artistik. Dhe kjo është gjë e mirë shumë. Nuk ka ndodhur më përpara. Ne më përpara jemi njohur në thonjza edhe me arrogancën e artistëve të mëdhenj të cilët vinë në skenën e festivalit madh dhe e kërkojnë në një farë mënyrë me dhunë ta marrin çmimin e parë. Kurse modestia e këtij grupi, shkollës elektronike, mua më joshi, më bëri për vete. Dhe them që e kanë merituar atë. Ka qenë edhe një nga pikat e forta që publiku e bëri ta mbështesë, pikërisht për këtë që sapo the. E kanë merituar atë ku janë. Por dua të ndaj edhe një gjë që është shumë e rëndësishme që e ka menduar këto kohë. Sepse ne jurinë e njohim vetëm natën finale, domethënë vlerën, rëndësinë e jurisë e njohim vetëm natën finale kur ata e përcjellin këngën për në Eurovision. Pastaj e harrojmë, e lëm vetëm këngëtarin atje, performuesin. Po juria është shumë e rëndësishme, është një element shumë i rëndësishëm sepse duhet ta ndaj si fitoren e këngëtarit, ashtu dhe në një farë mënyrë në thonjza dështimin, ose mund të quhet dështim, ose jo një performancë e mirë. Pra unë kësaj radhe duhet të jap një dorëlokitje edhe jurisë, sepse me të vërtet ka dërguar një këngë që e ka merituar të jetë aty ku është. Pjesa tjetër pasaj që më ka pëlqyer është dhe fakti që ky është mendimi im, unë nuk e di sa vërtet është, po mendoj që ata nuk e kanë projektuar këngën për të qenë në atë skenë të madhe. E kanë thënë në fakt, janë shprehur që nuk e kishin menduar, madje ata thonë që edhe nuk e kanë ndjekur Eurovisionin, nuk e njohin si kompeticion. Të betohem që nuk e kam ditur këtë gjë. E kam ndier këtë gjë, sepse kënga brenda ka emocion. Po ta vësh re, të gjitha këngët që ne kemi dërguar atje, jo të gjitha se ka pasur këngë të mira shumë, po shumica e këngëve që kemi dërguar atje është projektuar që në studio, e menduar që nga kompozitori, orkestruesi, këngëtari, gjithë elementet, që si do tingëlloj kjo në skenën evropiane. Dhe ne kërkojmë të bëjmë gjëra të mëdha kur vemi atje. Kur ndërkohë Europa, bota na ka treguar që me një kitar, me një bateri, me një bas, me 4 akorde mund të sjellësh motive aq të bukura se mund të këndohen nga gjithë publiku, të ngelen dhe hite për vite me radhë. Pra dhe ky është një gabim kur ne projektojmë sepse humbasim emocionin këngës. Gjë që Shkolla Elektronike e ka edhe e përcjell në skenë. Pra unë jam shumë i gëzuar që pas kaq kohësh ne kemi një përfaqësim të mirë, nuk e di se sa do vlerësohet nga juria atje dhe nga publiku evropian. Shpresoj që sepse edhe për skenën evropiane nuk është një stil këngë që e dëgjojmë shpesh. Edhe për ata mund të jetë një lloj risie. Mua më ka pëlqyer ky kombinimi i elementeve të traditës, modernes, ai momenti recitativ i Kolës, po edhe zëri i Beatrishës ka, edhe pse nuk ka në një përmendimin tim në një zë, në një diapazon, prap i qëndron shumë bukur këngës. Pra ka fjetur shumë bukur me këngën edhe zëri i Beatrishës. Pra unë mendoj që ka element të mirë, të cilët duhen vlerësuar. Unë isha mësuar ta dëgjoja me kufje dhe kur e dëgjova dje prezantimin në skenë, po s'te bajnë çik, po pse mos jam gënjur thash, pastaj thash po prit se e ke dëgjuar këtu dhe e ke dëgjuar ndryshe. Patë një zhgënjim po thua? Sigur nuk e ndjeva peshën siç e ndjej në radio, po kjo ka të bëjë vetëm me mua. Po se me kufje patjetër që tingëllon edhe ndryshe. Po ndihem mirë që kemi një profesim të tillë. E fundit para se të kalojmë në publicitet me profesor Ylietin për atë që Erioni tha, sigurisht që pesha e jurisë është e jashtëzakonshme dhe duhet patjetër duartrokitur ajo që ata zgjodhën këtë vit sepse rezultatin e pam që mbrëmjen e kaluar teksa po shkojmë tashmë në finale. Sa e ke ndier profesor peshën në momentin që duhet t'jepje pikët edhe mbi të gjitha që kishe përballë edhe një po themi bend i cili nuk ishte aq i njohur, saqë mund të ishin shumë këngëtar tjerë që i përkisin në asaj skena atë natë. Jo, pesha është spontane, unë më tepër i besova siç thash unë mbështeta në atë emocionin që m'ngjalli ajo këngë, nuk është se mendova desha të isha i ndershëm dhe me veten, pra të respektova
themi shien time, aq sa kam kulturë, po falenderoj për vlerësimin edhe Erion që na përshëndeti. Madje unë kam filluar, po më duket sikur po nisje karrierë të re juria. sepse më kanë futur dhe ke juria, ke grupi shqiptar i këtij Eurosongut, Eurovision. Nuk është kur vonë për asgjë. Pra, i kam desha të sqaroj këtë që i dëgjova ose u detyrova të dëgjoj paraprakisht ka 15 marse. Konkurenca do jetë shumë e fortë, sepse ka vërtet ca këngë perla, të themi Austria, Izraeli, Greqia, Suedia, pra konkurenca shumë e ashpër, pritshmëritë duhet t'i kemi të përmbajtura, çdo gjë mund ndodhi, kur thon Topi është i rrumbullakët, në të rast muzika është që edhe mos të zhgënjehemi më pas së drejtë. Po duhet të jemi të përmbajtur në pritshmëritë, tash çdo gjë mund ndodhi, sepse aq sa kam dëgjuar prapë përsëri po flas me shihen time. Austria bënte diferencë nga të gjitha. Këta rradhe. Është një koordinim, madje kush e tha Erionit, sa i përputhet lloji këngës natyrës së vetave kontare amerikane, përputhet me natyrën e festivalit. Ndërkohë Austria ka marrë një tenor të operas së Vienës, pra është lloj tjetër i ri ose jashtë të themi të fizionomisë që ka festivali, këngët e festivalit evropian, dhe kam përshtypjen që do bëj diferencën, plus që pastaj është një lloj tjetër i muzikës poezia që i përshtatet fizionomisë europiane, i cili ka momente. Pra do të jemi relativisht të përmbajtur për pritshmëritë, çdo gjë mund ndodh, por që edhe ka që është sukses vërtet, është vlerësuar shumë, ka pasur shumë komente dhe unë jam i lumtur që jam bërë pjesë në këtë moshë, në karrierë të re të Kishte diçka për të shtuar maestro Zhani? Ngacmoj një çik mikun tim, Yljetin, që shiko, atje këtë këngë quam, kjo u pëlqye, mbase kënga tjetër që kishte zgjedhur Ramona mund të kishte më shumë sukses, nuk e dim këtë. Se ne këtë dërguam, nuk i quam 2 modele dhe ata të zgjidhin. Prandaj, mos u mburni shumë, po hapni syt për vitin tjetër, ju të ekspertizës, jo, kjo ishte për humor, por mbase kjo e surprizës na ka ndihmuar ne, sepse kënga e Florent Boshnjakut, se kënga është e tij, ajo zonja e Kosovës Rona Nishliu vërtet, po kënga ishte e një njeriu që është Joni, ajo këtë kishte sus, që ajo me atë vokalizën e bukur që realizon të shumë mirë, e të bëndë të kthesh kokën, dhe të thonë njerëzit, që janë këta? Këta janë shqiptarët, shqiptarët. Kjo është po dhe kjo këngë me thjeshtësinë e saj në një dimension të kundërt mbase nga thjeshtësia dhe atë ngurtësinë një çik, atë akullin që kanë fillim këta kur fillon kënga, të bëjnë prapë që ta të zhvërë. Të drejsh vëmendjen. Ku janë këtë? Dhe më thënë, të luash një qik me atë që nuk është komune, që nuk është me zakonshmja, kjo në Shqipëria duhet i luaj këto karta. Sa erë është e zonja të i luaj, Mirë, unë besoj që edhe fakti që kemi shkuar në finale është diçka e fortë për ne, kështu që deri tani duhet jemi të kënaqur, duhet të shohim deri datën 17 se çfarë do ndodh me Shqipërinë. Kemi një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish. Është interesante në fakt edhe fakti që këtë vit e kemi tekstin vetëm shqip, nuk është kthyer në anglisht siç ka ndodhur edhe në ndonjë, kështu që do duhet parë edhe kjo pikë se si do të ndikojë. Publicitet deri rikthehemi.